Një ditë pas aksidentit tragjik që i mori jetën 57 vjeçarit Abaz Kuka, policia e Shkodrës ka arrestuar drejtuesin e autoambulancës 65 vjeçarin Perlat Semaj. Në njoftimin për shtyp thuhet se pas veprimeve hetimore në terren, specialistët e sektorit të policisë rrugore e arrestuan Semajin për veprën penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor. 65 vjeçari duke drejtuar autoambulancën e spitalit Koplikut, si rezultati një parakalimit gabuar në aksin rrugor Shkodër-Hanihotit, ka përplasur automjetin tip Golf me drejtues 57 vjeçarin Kuka, i cili si pasojë ka humbur jetën, ndërsa janë dëmtuar edhe 2 pasagerët, 43 vjeçaria S Kuka dhe 18 vjeçaria D Kuka, përkatësisht bashkëshortja dhe vajza e drejtuesit të mjetit. Këto të fundit ndodhen në spitalin rajonal të Shkodrës, ku pas ndihmës së dhënë nga bluzat e bardha, janë jashtë rrezikut për jetën. Në 24 orët e fundit, policia e Shkodrës ka vënë në pranga një shtetas dhe ka proceduar disa të tjerë. Specialistët për hetimin e krimeve vënë në pranga 19 vjeçarin me inicialet MH, ndërsa janë referuar materialet dhe nisi procedimin në gjendje të lirë për 2 të mitur, 15 dhe 17 vjeç, pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin tek sheshi Prekcali kanë vjedhur një motomjet në pronësitje një 46 vjeçari. Specialistët për hetimin e krimeve gjithashtu referuan materialet në prokurori ku nisi procedim për një 40 vjeçar, pasi dyshohet se për motive të dobta ka kanosur një të moshuar, si dhe për 2 shtetas të tjerë për vjedhje të energjisë elektrike. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori ku nisi procedim për një 39 vjeçar me inicialet AC për veprat penale fshehje të ardhurave, mospagimit taksave dhe pushtim toke, pasi u konstatua se në pronën e marrë me qira ku ushtron aktivitet tregtar parking në mënyrë të paligjshme, shfrytëzon edhe një sipërfaqe toke që i përket Bashkisë së Shkodrës pa paguar taksa apo detyrime financiare ndaj institucioneve përkatëse. Me datën 13 mars, është paraqitur në spitalin rajonal të Shkodrës një 57 vjeçar elektricist, i cili duke punuar në një kabinë elektrike nuk ka zbatuar rregullat e sigurimit teknik dhe përpasoj ka rënë në kontakt me energjinë. Ai është dërguar për mjekim të specializuar në spitalin e traumës në Tiranë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Materialet për këtë rast i kanë kaluar prokurorisë për veprimet mëtejshme.